Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur brani tashme edhe qëndrimet apo le të themi edhe kungjat që hudhen nga Instagrami i Egli Tako. Nga Instagrami i Egli Tako po hudhen shumë kungja ndaj opinionistëve, ndaj njerëzive të cilët komentojnë Big Brother, ndaj të cilët atyre që japin ide të tyre, duke shkruar, për shembull në një fotografi të Eglit, e cila është publikuar para 23 orësh në Instagram, thuhet: "Janë bërë të gjithë psikolog, psikiatër, analist. Na I tregoni pak diplomat se këto thënjet e internetit dim t'i lexojmë edhe ne." Më pas, domethënë, reagimet janë për natën e mbrëmshme. Pema me kokra gjuhet, për shembull e ka mbështetur Rezarta Shkurta. Më pas kemi yll bote për Eglin, gjithashtu kemi edhe shkrime të tjera të cilat kanë patur reagime të ndryshme. Këtu është vetëm Egli drit dielli, shpirti bukur, vajzë zgjuar, uroj me zemër të jetë çdo ditë edhe më e fortë. Do të thonë shqiptarëve pa marrë parasysh u ndikon shumë pozitivisht ky rast. Më pas kemi Egli Tako Go, do të thonë në kohën kur ka qenë me Rozanën. Egli Tako të duam, dhe më pas kemi shkrimet të cilat janë për të. Forca zemër, thot njëra, e vërteta është se jeta nuk zhvillohet gjithmonë sipas pritshmërive tona. Në disa momente do të duket se jeta është e përsosur, sidoqoftë në minutën tjetër gjithçka mund të përmbyset. Egli tha, tani do t'i besoj vetes edhe jo të tjerët. Vetëm një vajzë e zemër e dashuruar, marrëzisht, do të kuptonte Egli, mbështetje nga Abu Dhabi. Mbi të gjitha kemi: "E ku ishe se ju edhe të prajmit sonte këtyre se këto po lozin me patate dhe me ves. Keep and go, stay strong", do të thënë qëndroj fort. Pema me fruta të ëmbla gjuhe, gjithmonë me të thartat nuk merret kush. Më pas kemi: "Fisnike dhe e madhe, e guximshme dhe e vendosur, besnike dhe e patrëmbur. Kjo është ajo që je dhe që ke qenë gjithmonë." Egli është kritikuar dhe gjykuar si përndjekse kur tregoi kujdes dhe qëndroi pranë gjestit në momentet më të vështira të tij, duke e mbrojtur dhe duke e vendosur atë para vetes. Ndërkohë tani që ajo po distancohet dhe po kujdeset për veten, përsëri po gjykohet, por kësaj here për ndryshimin e saj. Njerëzit gjithmonë do të kenë diçka për të thënë, por ajo që ka rëndësi është se si ndihesh ti me veten. Ti nuk ka nevojë të dëshmosh asgjë për askënd, mjafton të dish që ke vepruar me zemër të pastër. Vazhdo përpara me kokën lart. Një grua e fortë nuk matet nga fjalët e të tjerëve, por nga guximi për të qenë vetvetja pavarësisht gjithçkaje. Njerëzit gjithmonë do të flasin, por e vërteta është tek ti. Ti je më e fortë se çdo fjalë dhe ata që do të shohin këtë do të mbështesin gjithmonë. Go Egli, femër e fortë. Do të thënë, mbështetja është shumë e madhe në Instagramin e Eglit, por njëkohësisht edhe një lloj hakmarrje, le të themi, ndaj të gjithë gazetarëve të cilët po bëjnë punën, po komentojnë, po shkruajnë kundërdrejt lojës që banorët kanë përzgjedhur, kundërdrejt mënyrës se si ato kanë ditur që të hasen dhe kundërdrejt gjërave që ato bëjnë. Do kisha dashur të marr mendimin tuaj, si komentoni ju këto ngjarje dhe si e komentoni ju qëndrimin e Eglit që ka në shtëpinë e Big Brotherit.